A bëhe shijimi? Sasa i bëri pyetje të drejtpërdrejtë kushtimit. Apo lind vallë një romancë në Big Brother VIP Kosova? Sasa dhe kushtrimi po bëhen gjithnjë më shumë tema kryesore e bisedave brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Prej disa ditësh, ata janë parë shpesh të afërt, duke shkëmbyer batuta, shikime dhe momente që kanë ngritur dyshimet se mes tyre po nis diçka më shumë se miqësi. Atmosfera u bë edhe më intriguese gjatë një bisede të qetë në Tarac, ku të dy po shijonin momentet e natës larg dinamike së banorëve të tjerë. Teksa po diskutonin për marrëdhëniet në shtëpi, Sasa ngacmoi kushtrimin rreth syzeve të diellit që ai ja kishte dhënë Edit, një gjest që kishte tërhequr vëmendjen e banorëve. Kushtrimi, si zakonisht me humorin e tij karakteristik, u përgjigj: "Veç mos me i pëlqy dikujt diçka, se e ti bëhet në qast." Pikërisht kjo fjalë hapi rrugën për momentin më të komentuar të mbrëmjes. Sasa, e cila dukej se po kërkonte një përgjigje më të qartë nga kushtrimi, vendosi të mos e anashkaloj rastin dhe mori guximin t'i drejtohej me një pyetje krejtësisht të hapur e provokuese. "E çka nëse më pëlqen ti mua, a bëhe shijimi në qast?" Kushtrimi nuk u shtan nga asnjë sekond. Përkundrazi, ai u përgjigj me një buzëqeshje të dukshme dhe pa asnjë hezitim. Menjëherë, ai madje shtoi se kjo ishte pyetja më e mirë që ishte bërë që prej momentit që ka hyrë në shtëpi, duke lënë të kuptohet se pëlqimi mes tyre mund të mos jetë një anshëm. Banorët dhe publiku kanë vënë re gjithashtu disa momente të tjera afërsie mes tyre, përqafime të buta, afrime të natyrshme dhe një lloj kimi që është vështirë të injorohet. Ky shkëndim midis dyshjes ka bërë që rrjetet sociale të shpërthejnë me komente, teori dhe parashikime se ata mund të jenë çifti i radhës në këtë edicion. A është kjo fillimi i një romance të vërtet apo thjesht lojë brenda shtëpisë? Për momentin, Sasa dhe kushtrimi po e lën publikun të hamendësoj dhe po krijojnë një nga dinamika më intriguese të sezonit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.